Një shpërthim me tritol ndodhi në banesën e 63 vjeçares Bakie Zoto, e cila është nëna e Gentian Zotos, një person i dënuar me 35 vite burg për atentatin ndaj Ines Hajrullës. Shpërthimi me tritol ndodhi mbrëmjen e së shtunës në lagjen Partizani Vlorë. E moshuara Bakie Zoto tregon se jeton e vetme në lagjen Partizani Vlorë dhe se është e habitur nga ngjarja, pasi sipas saj nuk ka konflikte me njeri dhe nuk e di se cilat janë arsyet. Nga pamjet shihet fasada e derës e dëmtuar ku ka ndodhur shpërthimi. Asmëria ndonjë, tut janë ndonjë këtu. Me kë jetoni këtu? Vetëm jam. Po ku ka ndodhur ngjarja? Në çfarë? Në 12 paca. Erdi policia? Po. Ishin këtu me mua gjithë. Keni pasur dëme përveç se derës? Jo. Vetëm këto këtu? Ishte shpërthimi i fuqishëm? E dëgjova më shumë botim. Ty. Përveç se derës nuk pati dëme tjera. Zoto është dënuar me 35 vite burg nga gjykata e apelit si pjesë e grupit që kryen atentatin kundër Ines Hajrullës më 10 maj 2019 në Vlorë. Së bashku me Zoton për të njëjtën ngjarje të dënuar janë edhe Daud Elmazi, Igli Memaj, Sergio Ademi dhe Albano Goxhaj. Në momentin e atentatit, Hajrulla ka qenë në shoqërinë e Ervis Metodashaj në një lokal në qytet. Në një moment, disa persona kanë qelluar në drejtim të tij me qëllim për ta vrarë. Nga këqyrja e vendit të ngjarjes ka rezultuar se në shesh janë gjetur 2 gëzhoja dhe një fishek i pagoditur. Si pasojë e këtyre të shtonave është plagosur rastësisht Dajko Cenodemaj, i cili ka qenë duke pirë